Një periudhë kjo e vështirë, kur bëhet edhe kohë e gjatë. Ishte shumë kohë gjatë, derisa iku. Derisa iku. Dhe sot që je nën vetë, i kupton më së miri, prindrit e thatë edhe... Dhe mbin më shumë. Thonë që i shëron koha, jo. Apla jeton me to, mundohesh të mbash kujtimet më të bukura, por që dhe më shumë tani, sepse kupton dhe ato ti që nuk mundet ja u jepi ashtu si duhet atyre prindërve, sepse nuk e kupton, sepse është mosha, sepse janë shumë gjëra që jeta të mëson. Ato që kalon, i bën një jetë, jep dikuj tjetër, po dhe i tjetëri nuk i kupton. Sepse kjo është jeta. është vetëm një, është sfit. Unë them që është sfit. Lumë kush di më tepër, që t'japi më tepër. Do më thënë që të mos pendohet më vonë, sepse që ka shumë e vështirë. Pranosh shumë gjëra. Ke shumë pendesa? Shumë. Vetëm për këtë të prindërve po. Dasmës, apo edhe për jo, për dasmën nuk Jo, për dasmën, për atë zhgënjimin që... Po, për atë po, për prindër po. Për prindër po se më dhanë çdo gjë. Më dhanë gjën më të shtrenjtë besimin. Edhe nuk më thanë gjysmë fjale. Dhe sepse unë e bëra, nuk më gjykuan kur. Por gjithmonë ishin mbas asaj perdes që informoshin mbas motrave dhe vëllezërve të tjerë që se tani dalin ato si ikën. Duhet ta shikoj dhe ta t'rregullohet dhe nuk e di çfarë. Kur e përjetove ti ndjenjen e të qenurit nën? 17-18 më bëra nën, po nuk e kisha idenë që do të thotë të kesh fëmijë. E dija që ishte pjesë e jetës time, duhet ta mbroja me çdo kusht, por nuk e kisha atë ndjenjë. Kur kam vajt në shtëpi, sepse unë fillimisht jetoja me vjerën, edhe duhet si që ishin përpara që duhet ta kujdes të vjera, po s'kishte shanse, sepse unë isha vetë. Kam qenë shumë kështu. Edhe ja lashin që ka saj, thashun. Dafin çfarë bën? Rinta ajo për kujdeste. Jo, s'ka shanse, e kam marrë gocën, kam ikur në dhomë time, brenda një jave i kam mësuar gjitha, ndaç për ta larë, ndaç për ta ushqyer, ndaç për çdo gjë. Se pranoje dot që të mos... Aty kam kuptuar, kjo është pjesa ime, këtu jam unë, edhe këtu mbahet jeta ime, asgjë tjetër. Që aty pastaj nuk ishte shanse të ma mberte gocën nga dora. Jo. Dhe duket sikur u bët më shumë i kesha me vajzën se sa kërë raportin në ne. Jam, edhe me vërtet jam. Nuk e di, unë shpesh herë kur më flasin, sepse nga që kemi atë fermitetin më tepër, nga që kemi folur çdo gjë, jemi rritur bashkë, më flasin, më duket sikur harrua ti them unë që jam nën, nuk jam shoqja juaj. Kujdesi që ka ato fjalët, sepse unë jam nëna juaj, sepse disa gjëra më ngele, sepse duke u rritur, kupton çik më tepër. Edhe nuk